Nënën ti e ke patur pikë të dovët apo? Maman e kam patur pikë të dovët dhe... Më shumë se baba? Shiko tani, shi qa kanë qenë me këta. Ka qenë shumë e egrë mamaja, ndërsa babi shumë i butë. Kanë qenë dy gjëra të kundërta plotsonin njëri tjetrin ata. Dhe kur boni shaka me fëmijët edhe ndaheshim kush do maman, kush do babi. Vetëm unë do një mama. Se gjithë doni baba? Po ajo ishte egrë shumë. Po pse oj? Po kështu ka qenë, po 5.000, po si ti mbash 5.000? 7 vejta me ato rroga që këta kanë qenë heronj për indritan. Heronj ka qenë. Je vrarë ti Selenic? Kur luaje, kur dilje? Shumë herë jam vruar, shumë herë. Shumë herë? Shumë herë. Ke patur ti dona një shok që e ke pëlqyer në fëmijëri? Po patjetër. Patjetër, po patjetër. Shumë. Unë kam bërë dhe një këngë. Për atë? Jo për atë, është më shumë, është sociale kjo, edhe është në YouTube. Kush më mori çupërin, kush më prishi virgjerin. Gjithmonë ka një herë për herë të parë, nuk është gabim më i madh që njerëzit nuk flasin rreth kësaj tematike. Përse mendon ti që nuk flasin? Se është tabu. Është tabu? Ne flasim pak bashkë atëherë? Patjetër. Kë dëshurove ti për herë të parë? Ka qenë një çun, ne kemi qenë aksion atëherë, na çonte shtetin aksion. Edhe unë punonja me atë në brezaret e Lukovës. Edhe 1, 2 dhe hikte, 1, 2 dhe hikte. Dhe kjo nuk do të një ditë, 2, gjithmonë. Edhe unë se kuptonja. I thoshe, po pse më kështu ka ngryse dita? Se kujtonja se vinte për nevoje personale. E nese. Tani që në moshë të madhe kam kuptuar këtë. Pas 1 jave këta e marrin opa dhe çojnë në spital. Dhe mua më urrejnë të gjithë meshkujt. Edhe unë shërita se dinja se qa ishte. A ishte blokuar. Ishte blokuar nga se a ishte mësuar me si duket me seksin dhe kështu gjënash. Mirë po unë zdia nga këto gjëra. Edhe nuk kemi bërë, ka qenë në fillim fare ka qenë një platonizëm, 1 vit të tërë, ka qenë vetëm që takoheshim. Vetëm shiheshi, takoheshi dhe njëri tjetrin. Po, ishte shpreh më e madhe pa. Vërtet, ë? Po kështu. Kapeshi dorë për dorë? Çfarë zbënim? Kërcenim se ishim mbrëmjet, ishin gjërat e bukura. Ishte gjë shumë e bukur. Pastaj shumë vite më vonë, vite. Sa vjeç ishte ai? 4 vjet diferencë kemi patur. Ti sa vjeç ishe? Po 17-18 vjeç, kaq. Pra në ato vite, mendova se më e vogël. Jo, sa gomarja havës kam qenë ta. Çfarë thaj? Pse kishte shkuar në spital? Jo, pa ma të s'kam biseduar kurrën për kështu gjënash. Fare? Nuk bëre dashuritë me të? Vonë, shumë vonë. Kur, në çfarë moshë? Shumë vonë, domethënë pas 3 vjetëve. Të bësh dashuri me njeriu që do zemra? Jo, ka qenë eksperiencë shumë e shëmtuar. Vërtet? E keqe. Pse? Unë duhet kisha vdekur atëre. I kam shkruar gjithë ato. I kam shkruar në ditarin tim. Se duhet kishe vdekur? Se nuk dishim. Nuk dishim dhe mua më plasi hemorragji. Do kisha vdek atëre. Ka dash Zoti dhe jam gjallë. Kush të ndihmoi? Hiç vet me padijen time. Janë gjëra që janë atomike dhe individuale këto. Se këtë po të ja thuash dikujt tjetër, mbas edhe nuk e kuptojnë. Mbas ato ç'a po thot? Se edhe s'e besoj njerëzit, janë këto gjëra. Si prezantojnë atë kohë virgjëria? Çfarë thonin? Po të pyesje nënën ti? Apo nuk Jo, pyetej nëna? Po ku kemi bërë muhabet të tilla neve? Po çike këto vafe. Po me kë ke folur ti për këtë gjë? Mas more. Po ti se ke vetëm shkruaja. Vetëm shkruaj? Vetëm shkruaj. Çfarë ke shkruar te ditari jote? Gjithçka kam shkruar dhe të tëra mi kanë prishur. Ti nuk e di se çfarë ndodhte kur kryeje marrëdhënie për herë. Jo, po nuk e di, po asnjë, po kush i dinte këto? Çfarë thua ti më? Këto janë gjëra, shiko. Sa një gjë. Po që më të pyes, çfarë ti thosh? Janë shumë gjëra të bukura këto. Nëse do t'i thoje sot diçka vajzës që kreu marrëdhënie për herë të parë. Nuk e di, është një gjë vërtet sekrete dhe është thjesht individuale. Thjesht është individuale. Po ti çfarë do t'i thoje vetes tënde? Jo, nuk e di dhe e shqyr që s'kam vajzë ndonjëherë. E pa përgatitur jam për këtë. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.